Debati për rikthimin e mundshëm të Vjos Osmanit në lidhjen demokratike të Kosovës ka përçarë opinionin publik. Komentatori politik Ardian Bytyqi ka qenë i ashpër në vlerësimet e tij, duke thënë se votuesi i LDK-s nuk ja fal tradhtinë e madhe ish presidentes, kur ajo ja dorëzoi pushtetin Albin Kurtit. Bytyqi ka shpjeguar se nëse Osmani konsiderohet ende pjesë e LDK-s, atëherë ajo ndodhet në një situatë të ndërlikuar politike, duke qenë se tashmë vepron në një subjekt tjetër politik. Sipas tij, Osmani mund të rrugtojë vetme, por rrezikon të ketë fat të ngjashëm me Nexhat Daçin, Fatmir Limajin apo Bedgjet Pacollin, figura që themeluan parti të reja, por nuk arritën sukses të qëndrueshëm. Unë nuk besoj se qytetari i Kosovës, votuesi i LDK-s, ia fal tradhtinë e madhe të Vjos Osmanit kur ja ka dorëzuar pushtetin Albin Kurtit, ka deklaruar Bytyqi. Ai ka shtuar se këto zhvillime mund të kenë ndikim të drejtë për drejtë në qëndrimet e votuesve dhe në rikonfigurimin e skenës politike. Kjo qëndrim i ashpër nuk është i izoluar. Deputetja e LDK-s Hykmete Bajrami ka thënë se Osmani u ka borxh një kërkesë për falje të gjithë votuesve të LDK-s. Ajo ka theksuar se Osmani ka shkaktuar dëm të madh elektoral LDK-s dhe ka ngritur lëvizjen vetgëndosje. Sipas Bajramit, zemërimi i elektoratit të LDK-s ndaj Osmanit nuk ka kaluar as sot. Në anën tjetër të spektrit, zyrtarë të tjerë të LDK-s kanë shprehur hapje ndaj rikthimit të Osmanit. Antari i kryesisë Visar Azemi ka deklaruar se LDK-ja synon në rikthimin e të gjithë antarëve të saj dhe se e djagtën duhet të bashkohet. Deputeti Alban Zogaj ka thënë se janë të hapur për kthimin e Osmanit, duke e cilësuar LDK-n si shtëpi e madhe me derë të hapur. Edhe deputeti Armen Zemaj ka konfirmuar se ka hapësirë që Osmani të rikthehet në LDK. Megjithatë, nënkryetari i LDK-s Lutfi Haziri ka deklaruar se aktualisht nuk ka bisedime të drejtpërdrejta mes LDK-s dhe Osmanit dhe se ajo po dëgjon qytetarët. Haziri ka kritikuar LVV-n se nuk e ka mbajtur premtimin për mandatin e dytë të Osmanit, duke thënë se LVV-ja ka marrë vota në emër të saj. Pavarësisht debateve të ashpra, vetë Osmani nuk e ka përjashtuar rikthimin në LDK. Ajo ka deklaruar se vendimin për rrugën përpara do ta marrë bazuar në interesin e vendit.